që nga fillimi i muajit maj, hamami i Durrësit ka hapur dyert për vizitorët vendas dhe të huaj. Monumenti i kategorisë parë ju nënshtrua restaurimit të plot me një fond me vlerë 32 milion lek, financuar nga programi EU for Culture i Bashkimit Evropian. Godina një katëshe ndërtuar në shekullin e 18 është një nga 10 hamamet e mbijetuar në Shqipëri nga periudha e sundimit osman. Fakt interesant është që godina simbolike hap dyert për herë të parë për vizitorët, pasi pavarësisht se është ruajtur dhe gjatë viteve të regjimit komunist dhe demokracisë, ajo nuk ka qenë e vizitueshme për shkak të gjendjes së amortizuar. Që nga fillimi i majit kemi hapur hamamin në qytetin e Durrësit. Hamami është një objekt mjaft i rëndësishëm dhe po hapet për herë të parë në Durrës për vizitorët. Në të gjitha kohrat nuk ka qenë asnjëherë i hapur. Ka qenë vetëm thjesht para viteve 1900 që ka qenë i shërbyer si hamam për qytetarët e Durrësit dhe këtë eksperiencë ju do ta shikoni, do ta ndjeni edhe vetë kur të hyni brenda. Me hamamin ne mbushim edhe një puzzle të cilin e kishim të munguar në pjesën historike të qytetit. Gjatë tërmetit të vitit 2019, hamami pësoi dëmtime të rënda dhe u përfshi në listën e monumenteve që do të restauroheshin me fondet e Bashkimit Evropian. I dëmtuar nga tërmeti 5 viteve më parë, mbeti dhe Muzeu Arkeologjik Kombëtar Durrës, në të cilin prej 3 vitesh vijojnë punimet e restaurimit. Muzeu pritet të hap dyert e tij vjeshtën e këtij viti. Për herë të parë do të hapen të treja katet e Muzeut Arkeologjik, gjë që nuk ka ndodhur asnjëherë më përpara. I kthyer në një nga qytetet më të vizituara të Shqipërisë në çdo stin të vitit, Durrësi regjistron shifra të konsiderueshme vizitorësh në sitet arkeologjike dhe historike. Sipas drejtorit të qendrës muzeore Albana Ramohitaj, çdo vit regjistrohet një rritje me rreth 10.000 vizitor. Duke krahasuar me një vit më përpara, 2025 është një vit i mbar që nga fillimi i vitit ne kemi gati me 10.000 turistë më shumë të vizituar në sitet tona. Turistët e shumë që vinë në qytetin mbretëtar mund të vizitojnë aktualisht monumente si amfiteatri, tora veneciane, hamami, forumi bizantin, termat romake të tjerë, ndërsa Muzeu Arkeologjik dhe ai etnografik janë ende në proces restaurimi.